Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku baklav me kadaif. Si fillim do të përgatisim shërbetin, 800 gram sheqer, 600 ml ujë, 2 dru kanela, pak lëkurë limoni. Shërbetin e përzijem derisa të shkrisë sheqeri dhe lejmë të valojë për 5 minuta. Hedhim edhe 2 lugë mjaltë në shërbet. Dhe tani e lam shërbetin në një anë që të ftohet. Unë kam marrë 400 gram kadaif. Edhe do të hapim kadaifin, ta shkrystojmë me dorë. Tani kadaifin do ta ndaj në 6 pjesë të barabarta. Kam marrë 350 gram orra dhe do t'i kaloj në blender. Do të hedhim 2 lugë sheqer në orra, 1 lugë kanela, 1 lugë kafe. Edhe do të hedhim gjysmë lugë karajfil. I përzijem së bashku. Dhe tani fillojmë me përgatitjen e baklavës. Kemi marrë një pak opeta për baklavë. Përgatisim tepsin, e lyem me gjalp. Fillojmë të shtrojmë petat edhe i lyem një nga një me gjalp. E vëm petën e dytë. Edhe këta e lyem me gjalp. Dhe vëm kadaifin. Edhe kadaifit i hedhim gjalp. Dhe tani i hedhim orrat. Dhe tani do ta bëjmë rol. E kthejmë pak anash në të dyja anët dhe vazhdojmë. E lyem pak me gjalp që ta mbyllim dhe kemi gati. E shtrojmë në tepsi. Dhe tani vazhdojmë me petën tjetër. Vazhdojmë derisa të mbushim tepsin. Baklava është gati, do ta lyjmë me gjalpin që ka tepruar dhe do ta presim.
Baklavan e kemi gati për në furrë, do ta pjekim për 1 orë gjys në 150 gradë. Baklava është gati, e kemi hequr nga furra, e tani do t'i hedhim sherbetin. Baklava e nxehtë dhe sherbeti i ftohtë. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.